Intervista ditës, do të flasim natyrisht për fushatën elektorale, por dhe për zhvillime të tjera. Në studio është bashkuar Belind Këlliçi. Zoti Këlliçi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi që jemi bashkë në studio. Para se të flasim për fushatën që ka hyrë në sprintin final të saj 2 javët e fundit për Tiranën, por natyrisht dhe për gjithë Shqipërinë edhe më tej, shumë kuriozitet, polemika, dyshime të hedhura për këtë lajm të fundit që Partia Demokratike ka tashmë kontraktuar lobist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për qenë korrekt, Parruca, nuk ka kontraktuar Partia Demokratike lobist. Është një lajm i jashtëzakonshëm ky, që në fakt është një lajm i mirëpritur nga Komiteti Shqiptar Amerikan, po mbi gjitha mbi shqiptarët që presin rrëzimin e narkoshtetit e Tiranës me 11 maj. Patriotët shqiptar, Komiteti Shqiptar Amerikan që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sa duket i kanë dhënë një mesazh të qartë narkoshtetit e Tiranës, miku të ngushtë të Charles McGonigal, dhe i kanë tronditur themelet qeverisë së kriminalizuar dhe të korruptuar të Edi Ramës. Me një marrëveshje spektakolare me një nga njerëzit më të besuar të presidentit Trump, me avokatën e tij personal, dhe tashmë Partia Demokratike e Shqipërisë, më vjen keq t'ja u them të gjithë kupolës mafioze të Edi Ramës, të gjithë ministrave që presin në rast se kush arrestohet për korrupsion, të gjithë të inkriminuarve në policinë e shtetit, të gjithë atyre që kanë mbledhur për 12 vite qeverinë dhe popullin shqiptar dhe buxhetin e shtetit dhe qytetarët shqiptar dhe i kanë futur duart në xhepa, më vjen keq t'ja u them, por tashmë Partia Demokratike pasi mori konsulentin kryesor të fushatës elektorale të presidentit Trump në SBA, Chris LaCivita, strategun më të madh në botë për momentin të fushatave elektorale, tashmë dhe një nga njerëzit më të afërt të presidentit Trump advokon pro Partisë Demokratike të Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të përmirësuar dhe për të rivendosur në ekuilibër të plot dhe siç i takon marrëdhëniet midis Kongresit Amerikan, Administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Partisë Demokratike të Shqipërisë. Për të qenë korrekt me shikuesit që na ndjekin, nuk është një kontratë e firmosur nga Partia Demokratike apo nuk është një lobim i bërë nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Po pse ka një firmë atje sekretari për shkak edhe të legjislacionit amerikan dhe legjislacionit të 2 vendeve dhe për të shpjeguar edhe situatën për çdo qytetar. Pa diskutim që në momentin që një forcë politike në një vend merr një shërbim, pra i jepet një shërbim përmes një praktike të tillë lobimi që është procedurë ligjore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa diskutim do duhet japi konsentin, pra do duhet të japi dakordsinë që e pranon këtë ndihmë që i jepet nga një entitet tjetër, siç është në këtë rast, me sa kam parë dhe në media, fondacioni Make Albania Great Again, dhe përgëzime dhe atyre shqiptar-amerikanëve që kanë gjetur edhe emrin e këtij fondacioni, Make Albania Great Again, për të rivendosur dhe një herë marrëdhëniet e shkëlqyera që ka patur historikisht Partia Demokratike e Shqipërisë me administratën amerikane. Parruca, do dua të ndalem 2 sekonda këtu se është shumë e rëndësishme. Po, patjetër. Në këto 4 vite, Partia Demokratike është goditur si asnjë forcë tjetër politike në botë. Këtu kemi patur ish ambasador që i kanë treguar barin shqiptarëve dhe deputetëve të Partisë Demokratike nëse do të vendosnin të mbështesnin shumicën në Partinë Demokratike. Janë kërcënuar me ngrënie bari. Këtu kemi patur një retushim të historisë të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë, se nuk është vetëm histori e Partisë Demokratike, ku në përvjetoret e rivendosjes marrëdhënieve diplomatike midis SBA-ve dhe Shqipërisë janë censuruar të gjitha pamjet zyrtare të momenteve të rivendosjes së marrëdhënieve zyrtarisht midis SBA-ve dhe Partisë Demokratike, pamje kur zoti Berisha, qoftë si kryetari i Partisë Demokratike apo si president, priste në